Në kuadër të ditës së drejtësisë, gjyqtarja për mediat pranë gjykatës së shkallës së parë në Vlorë, Dorina Stroka, zhvilloi një takim të hapur me përfaqësues të mediave në Vlorë, ku fokusi ishte forcimi i komunikimit institucional dhe rritja e transparencës së sistemit të drejtësisë ndaj publikut. Gjyqtarja Stroka ishte për krah kancelares Frida Gani dhe specialistes për mediat në gjykatën e Vlorës Etleva Doraci. Gjatë këtij takimi u diskutua mbi rëndësinë e informimit korrekt dhe profesional të qytetarëve për çështjet gjyqësore, si dhe rolin që media luan për ndërtimin e besimit të publikut tek institucionet e drejtësisë. Gjyqtarja Dorina Stroka vlerësoi bashkëpunimin me gazetarët dhe median, duke theksuar se një komunikim i qartë dhe i përgjegjshëm ndihmon në rritjen e transparencës dhe shmangjen e keqinformimit. Në fjalën e saj, ajo u ndal edhe tek nevoja për respektimin e etikës profesionale, si nga ana e institucioneve të drejtësisë, ashtu edhe nga ana e mediave, duke nënvizuar se informimi duhet të jetë gjithmonë i balancuar dhe në përputhje me parimin e prezumimit të pafajësisë. Është kënaqësi të jem pjesë e kësaj tryeze në kuadër të ditës së drejtësisë me përfaqësues të medias, të cilët i falenderoj për angazhimin e tyre dhe për faktin që janë të pranishëm dhe ju përgjigjen në mënyrë të menjëhershme dhe korrekte thirrjes së gjykatës për organizimin e këtij takimi. Kjo ditë na kujton rëndësinë e drejtësisë, transparencës dhe besimit të publikut tek drejtësia. Roli i medias është thelbësor në kuadër të informimit të publikut dhe nga ana tjetër qëllimi që ka media është shumë i rëndësishëm, patur parasysh ndërveprimin me institucionet e drejtësisë dhe konkretisht me gjykatat. Nga njëra anë, roli i medias është informimi, qëllimi informimit të publikut, dhe nga ana tjetër gjykatat kanë detyrimin për të siguruar një proces të rregullt ligjor dhe ndërveprimi midis institucioneve të drejtësisë dhe gjykatave do të siguronte dhe do të arrinte për publikun për të përcjellë një informacion sa më të drejtë, transparent dhe të dobishëm dhe të nevojshëm. Në vijim, gjyqtarja Dorina Stroka e vendosi theksin tek informacioni dhënë për mediat nga gjykata dhe përmes tyre shpërndar opinionit publik. Kozgjatjen e përfundimit të një çështjeje, kapacitetet e gjykatës, ngarkesa mesatare për gjyqtarët, nga ana e specialistës për marrëdhënie me publikun, në raport dhe në bashkëpunim me gjyqtarin për median apo me gjyqtarin konkret të çështjes, në varësi të problematikës dhe informacionit të kërkuar, janë kthyer përgjigje sipas afateve që parashikon ligji për drejtën e informimit, dhe këto kërkesa janë regjistruar rregullisht në lidhje me objektin dhe të dhënat dhe sa i përket përgjigjes për median. Gjithashtu, përveç kërkesave që kanë të bëjnë me statistika apo me të dhëna në lidhje me numrin e çështjeve të caktuara civile apo penale apo në varësi të çështjeve apo ato që kanë interes për publikun, sigurisht mediat kanë paraqitur kërkesat e tyre dhe në rrugë, le të themi, në mënyra më të shpejta komunikim nëpërmjet SMS apo telefonatave sa i përket çështjeve të cilat kanë një interes publik, të cilat nuk janë të pakta në qytetin e Vlorës, do të nënvizoja. Kështu që normalisht çështjet që kanë interes dhe mediat kërkojnë në kohë reale që të marrin një informacion në lidhje me përgjithsisht të dispozitivit të vendimit, për shembull kur ka të bëjë me masa sigurimeve, çfarë ka vendosur gjykata, apo në lidhje me informacione të tjera, të cilat paraqesin interes publik. Përfaqësuesit e mediave ngritën çështje që lidhen me aksesin në informacion, komunikimin zyrtar dhe nevojën për më shumë bashkëpunim institucional në funksion të informimit të saktë të opinionit publik. Takimi u vlerësua si një hap pozitiv në forcimin e marrëdhënieve me sistemin të drejtësisë dhe medias, duke përcjellë mesazhin se transparenca dhe komunikimi janë elementë të kyç për një drejtësi më të besueshme dhe më pranë qytetarëve.